Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, Allahu e mëshiroft një besimtar, i cili është tolerant kur shet, tolerant kur blen, tolerant kur jep borxh, edhe tolerant kur e lën borxhin ose e kthen borxhin. Do të çka tolerant? Do nëse shitësit i vjen blerësi thot, a e kthejm kontratën, a anulojm kontratën, po ta kthejm mallin, mi kthen parat, nëse ka mundësi me pse mos e bë këta, por arsye se e kap kjo lutja e pejgamberit alayhi salatu wasallam që po lutet për mëshirë, gjithashtu edhe kjo është një formë e tolerancës, edhe është formë e bamirësisë, gjithashtu edhe ja lehtëson punën njerit. Ja lehtëson punën njerit për arsye se ai ka blet diçka që ka menduar se i duhet mirë, po masaneja kupton që nuk ka nevojë për to. Edhe tash sun e shet, se blen kërkosh si një tregje të kështu me radhë, shumë më të lehtë ka që me rikthy kontratën. E pejgamberi alayhi salatu wasalam po e përmend këtu besimtarin kur shet, kur blen. Do të jo i ngurt. Do të as që hen bisedime për në çmim, as nuk lëviz për as nuk lëshon pej në çmim. Për shembull ka raste kur disa njerëz nuk mundin me arrit e pazari për një shumë të vogël. Për shembull 5 euro për 10 euro, ndërsa pazari është i madh. Pse? Për arsye se i mungon që ke fryma tolerante, edhe kur shet, edhe kur jep borxh, edhe kur e merr borxhin. I ka përmend këtu 4 raste pejgamberi alayhi salatu wasallam, sepse po i pat besimtari që të vetin e tolerancës, edhe mëshirës, edhe butësisë, kur shet, kur blen, kur jep borxh, edhe kur e merr borxhin, atëherë shumë më lehtë kam e pas edhe për vete, shumë më të lehtë kam ja u bë edhe njerëzve atyre që ka lidhje me ta dhe marrëdhënie me ta, të shitblerjes edhe të borxheve kështu me radhë, edhe normal që pastaj fiton edhe shpërblime për në botën tjetër.